Shubat kanë disa nga tarifat më të ulta në botë dhe Donald Trump tani po kërcënon të ndryshojë atë me tarifa reciproke që do të hyjnë në fuqi sot. Tarifat reciproke të SBA-ve hyjnë në fuqi këtë të mërkur me president Donald Trump duke paralajmëruar se të gjitha vendet do të preken. Në të njëjtën kohë Trump tha të hënën se krahasuar me tarifat e vendosura nga vendet e tjera për importet amerikane, ajo që ai do të shpallte do të ishte relativisht mirë. Trump e ka përshkruar 2 prillin si ditën e çlirimit për tregtinë amerikane, megjithatë detajet e planit të tij të drejtë dhe reciprok kanë mbetur të paqarta, teksa do të publikohen pas ditën e sotme. Cili është plani drejt dhe reciprok? Më 13 shkurt Trump njoftoi planet për të rishikuar tarifat dhe politika tregtare të vendosura nga vendet e tjera për eksportet amerikane. Sipas asaj që ai e quan plani drejt dhe reciprok, SBA do të vendosë të njëjtën sasi tarifash ndaj vendeve të tjera që ato vende vendosin për mallrat amerikane. Trump ka argumentuar se shumë partnerë tregtar të SBA-s kanë përfituar nga tarifat e ulta të SBA-s duke ruajtur tarifa më të larta për mallrat amerikan. Ekonomitë e tregut në zhvillim në Afrikë, Amerikën Latine, Azinë Jugore dhe Azinë Juglindore ka të ngjartje ndër më të goditurat, qoftë përmes tarifave specifike për produktin ose një tarife mesatare për mallrat nga vende të veçanta. Ekonomitë në zhvillim kanë ngarkuar prej kohësh tarifa më të larta si një mjet për të mbrojtur industritë e tyre vendase në zhvillim dhe për të ndihmuar këta sektor të lulëzojnë kundër konkurrencës së huaj të vendosur. Synimi i deklaruar i Trump është të zvoglojë deficitin tregtar të SBA-s, si dhe të forcojë industrinë vendase dhe konkurrencën e prodhuesve amerikan. Ai gjithashtu dëshiron të përdorë tarifat për të financuar shkurtimet e ardhshme të taksave. Megjithatë, kritikët argumentojnë se tarifat rrezikojnë të shkaktojnë luftra tregtare dhe të rrisin çmimet e konsumit për fshi amerikanët. Cilat vende kanë deficitin tregtar më të lartë? SBA ka deficitin tregtar më të madh në botë. Sipas të dhënave të vitit 2023, SBA importoi 1.1 trilion dollar më shumë se sa eksportoi në atë vit. Deficiti tregtar i SBA-s është rritur vazhdimisht që nga viti 2019 dhe tani ka qenë në më shumë se 1 trilion dollar për 4 vjet me radhë. Sipas të dhënave të vitit 2023, vendi me deficitin e dytë tregtar më të madh është Mbretëria e Bashkuar me 271 miliard dollarë, ndjekur nga India me 241 miliard dollar, Franca me 137 miliard dollar dhe Turqia me 106 miliard dollar. Roli i dollarit amerikan si monedhe rezervë botërore mbështetet pjesërisht nga tregtia e hapur dhe flukset e kapitalit. Disa ekonomistë argumentojnë se çekuilibri tregtar i sjell përfitime SBA-s sepse ruan kërkesën globale për dollar. Me cilat vende SBA ka deficitin tregtar më të madh? Në vitin 2024, SBA kishte një deficit tregtar me 92 vende dhe një suficit tregtar me 111 vende. Deficiti i madh tregtar i SBA-s është më i lartë me 3 partnerë kryesor ekonomik, Kinën, Meksikën dhe Vietnamin. Në vitin 2024, deficiti i SBA-Kin ishte 295 miliard dollar, deficiti i SBA-Meksik në 172 miliard dollar dhe deficiti i SBA-Vietnam në 123 miliard dollar. Pavarësisht tarifave të vendosura ndaj Kinës, 7 vjet më parë SBA vazhdon të ketë deficitin tregtar më të madh dypalësh me vendin e nxitur nga kërkesa e fortë e konsumatorëve për mallrat kinez dhe mbështetja e kompanive amerikane nga Kina në zinxhirët e furnizimit global. Trump prezantoi për herë të parë tarifat ndaj Kinës në mars 2018 duke përmendur vjedhjen e pretenduar të pronës intelektuale dhe dëshirën për të reduktuar çekuilibrin tregtar. Këto tarifa vazhduan nën ish presidentin Joe Biden me tarifat që u zgjeruan në disa raste. Në shkurt, Washingtoni prezantoi taksa të tjera prej 10% ndaj Kinës, të cilave Pekini u përgjigj me tarifa akmarrëse për importet nga SBA të naftës së papërpunuar, makinerive bujqësore, automjeteve me zhvendosje të madhe dhe kamionëve. Në mars, Trump dyfishoi normën shtesë të tarifave për importet kineze në 20%, vendet me tarifat më të ulta se SBA. Vendet dhe territoriet me tarifat më të ulta përfshin ato si Hong Kongu dhe Singapori, ku ka tarifat 0% për mallrat me disa përjashtime. Vendet që mbajnë tarifa të ulta shpesh janë të përqendruara në tërheqjen e investimeve ose sepse mund mos kenë një industri të madhe prodhuese, kështu që në vend të kësaj mbështeten te importet. Megjithatë, SBA, e cila është vendi i dytë më i madh prodhues në botë, ka tarifa relativisht të ulta. Rezultati i politikave të liberalizimit të tregtisë që ndoqi pas luftës së dytë botërore. Vendet me tarifat më të larta për kombet që kanë statusin vendet e favorizuara përfshin Tunizin me tarifa 19.5%, Algjerin 18.9% dhe Gabon me 18.1%. Në këtë listë është edhe Shqipëria me tarifa 3.5%. Shifër e ulët kjo krahasuar me vendet që Trump kërkon të ndryshojë pozicionet. Kjo tarifë mesatare e thjesht llogaritet duke mbledhur të gjitha tarifat individuale të tarifave dhe duke e pjesëtuar me numrin e produkteve të tarifuara. Për shembull, nëse dy produkte i nënshtrohen tarifave, produkti A me 10% dhe produkti B me 20%, tarifa mesatare e thjesht do të ishte 15%.